Modestia në ushqim. Kjo thënie nga Imam Aliu thekson virtytin e modestisë në të ngrënë dhe nxjerr në pa ndikimin e tij pozitiv, si në shpirt, po ashtu edhe në shëndetin fizik. Le të thellohemi më thellë në fjalët e kësaj thënie dhe të shqyrtojmë konotacionin e tij në dritën e Kuranit. Duke theksuar rëndësinë e të ngrënit më pak, Imam Aliu thekson rëndësinë e shmangjes së kënaqjes së tepërt ndaj dëshirave të kësaj bote. Kjo modesti në konsumimin e ushqimit ndihmon në mbajtjen e një stili jetese të harmonizuar dhe të shëndetshme. Kjo nuk kupton se frenimi nga ngrënia e tepërt është një veprim fisnik dhe i virtytshëm dhe demonstron vetëdisiplinë dhe kontrollin mbi dëshirat tona, gjë që e lartëson pozitën e shpirtit tek Allahu. Ngrënia e tepërt mund të çojë në probleme të ndryshme shëndetësore, ndërsa ngrënia modeste e ushqimit siguron mirëqenien dhe jetëgjatësinë e trupit. Kurani ofron vargje të shumta që mbështesin urtësinë e këtij hadithi. Allahu në surën Araf, ajeti 31, thot: "O bijtë e Ademit, vishuni bukur për çdo namaz, hani dhe pini e mos teproni, pse ai, Allahu, nuk i do ata që e teprojnë." Ky ajet thekson rëndësinë e modestinë në të gjitha aspektet e jetës, duke përfshirë ngrënien dhe pijen. Ai ju kujton myslimanëve që të shmangin teprimin dhe të mbajnë një qasje të baraspeshuar në përmbushjen e nevojave të tyre. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për myslimanët që të adoptojnë një qasje të harmonizuar dhe modeste në jetën e tyre të përditshme. Duke praktikuar modestinë në konsumimin e ushqimit, ne jo vetëm që ruajmë shëndet të mirë fizik, por gjithashtu kultivojmë vetëdisiplinë dhe nderim për shpirtrat tanë. Kjo na mëson të japim përparësi mirëqenies tonë shpirtërore dhe të shmangim kënaqësitë e tepruara ndaj dëshirave të kësaj bote. Për më tepër, kjo thënie na inkurajon të mendojmë mbi rëndësinë e vetkontrollit dhe disiplinës në të gjitha aspektet e jetës sonë. Duke e frenuar veten nga ngrënia e tepërt, ne zhvillojmë një ndjenjë zotërimi mbi dëshirat tona, e cila përfundimisht forcon karakterin ton dhe na afron me Allahun. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson virtytin e modestisë në të ngrënë dhe thekson ndikimin e tij pozitiv, si në shpirt, po ashtu edhe në shëndetin fizik. Ajo përputhet me mësimet e Kuranit, të cilat theksojnë rëndësinë e harmonizimit dhe modestinë në të gjitha aspektet e jetës. Si musliman, le të përpiqemi të mishërojmë mësimet e kësaj thënie dhe të mbajmë një qasje të baraspeshuar në jetën tonë të përditshme, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut në gjithçka që bëjmë.